i gjithë diskursi politik, i gjithë diskursi publik në skenën tonë politike është reduktuar në një temë kryesore se kush do të jetë ai fajtori i madh, se si do të arrihet të bindet opinioni se cila palë është fajtore për këtë gjendje në cilën jemi katandisur. Do të kjo është një fatkeqësi dhe ne hym tash do të thotë në një fushatë elektorale, në një vit të humbur politik për Kosovën, hym me tema që duhet të jenë realisht thuajse të papërfillshme nga interesi publik, nga se diskutimet politike, alternativat ndërmjet subjekteve politike realisht duhet të jenë krejt tjera, por mjerisht për shkak të presioneve që janë akumuluar dhe që janë bërë çështje akute në hyrje me çështje bazike, me çështje elementare politike, për shkak të frikës dhe kërcënimit përballë një situate më të mundshme kaotike. Sot shoqëria në Kosovë, qytetarët e Kosovës kanë filluar të nënshtrohen një presioni për një kaos të mundshëm që mund t'i pres nëse vazhdohet ky cikël i pafundëm i krizave. Dhe oferta kryesore politike do të jetë se kush është ai faktor, ai agent politik, ai forcë politike, ai garancion, domethënë ai subjekt politik që ofron garancione më të mëdha se mund ta shmangë këtë kaos të mundshëm të prodhuar dhe orkestruar pikërisht nga subjektet politike. Pra ata që janë burimi i problemit për përfitime partijake elektorale, tash do të na shfaqen se si ata janë çelësi dhe zgjidhja magjike për këtë krizë e cila është akumuluar.